Mirë se erdhët në serinë e podcastave që po flasin për rezultatet e programit Mbështetje për fuqizimin e menaxhimit të qëndrueshëm dhe shumë qëllimor të pyjeve për të përmirësuar jetesën në vendet rurale dhe për të adresuar ndryshimin klimatik në Kosovë, të zbatuar nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për ushqim dhe bujqësi FAO me financim nga Bashkimi Evropian dhe Suedia. Sot do të flasim me zonjën Nezmije Kambere, zyrtare për biodiversitet nga Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, për një temë kaq të rëndësishme që kemi diskutuar në këtë seri të podcasteve. Zonja Kamberi, mirë se po veni në këtë diskutim në këtë seri të këtyre bisedave kaq të rëndësishëm për një temë që është shumë e rëndësishme për Kosovën. Faleminderit shumë. Atëherë po e nisim me pyetjen e parë që ka të bëjë me natyrshëm, me pyjet, me sa përqend e pyjeve të Kosovës ndodhen në zonat e mbrojtura dhe si është gjendja atyre, për faktin që ju vjeni nga agjenci jashtëzakonisht e rëndësishme. Faleminderit. Krahasuar me sipërfaqen e përgjithshme e cila e të pyjeve e cila arrin dikon rreth 45% në raport me territorin e vendit, pjesa e konsiderueshme e pyjeve pra gjenden brenda zonave të mbrojtura dhe atë në ato zonat e kategorisë së parë, të dytë në peizazhe po ashtu do të thotë në rezervatet strikte, parqet kombëtare dhe peizazhet e mbrojtura. Pyjet brenda këtyre zonave karakterizohen me biodiversitet shumë të pasur dhe kanë rol të rëndësishëm në ruajtjen e stabilitetit ekologjik, pastaj mbrojnë burimet ujore dhe ndikojnë në mikroklimën. Gjithashtu, sa i përket gjendjes së pyjeve në zonat e mbrojtura, gjendja është ende sfiduese. Nga njëra anë, statusi ligjor i pyjeve i ofron një mbrojtje më të mirë, kufizon zhvillimin ekonomik dhe garanton ruajtjen e habitateve natyrore, por nga ana tjetër një pjesë e caktuar e zonave të mbrojtura, në një pjesë të tyre po ndodhin disa aktivitete të cilat paraqesin problem që ndikon në integritetin e ekosistemeve pyjore. Natyrisht, kur jemi te çështja që ka të bëjë me pyjet edhe në vendet që ndodhen në zonat e mbrojtura, cilat janë sot kërcënimet më urgjente për këto ekosisteme të pyjeve, domethënë nëse i marrim dhe i analizojmë, çka janë kërcënimet kryesore? Kërcënimet të cilat do të thotë rrezikojnë funksionalizimin dhe qëndrueshmërinë e pyjeve janë në radhë të parë prerjet e pakontrolluara, të cilat mbesin si një shqetësim kryesor sepse shkaktojnë reduktimin e biodiversitetit apo reduktimin e llojeve. Nga ana tjetër, zjarret gjithashtu janë problematikë të cilat ndodhin në disa raste nga pakujdesia dhe ndryshimet klimatike gjithashtu ndikojnë negativisht në resurset pyjore, sepse ngritja e temperaturave, pastaj paraqitja e thatësisë mundson paraqitjen e parazitëve dhe dëmtuesve të cilat mund t'i shkatrojnë pyjet. Prandaj po ashtu edhe ndërtimet infrastrukturore, të cilat po ndodhin në zonat e mbrojtura, ndikojnë në defragmentimin e habitateve dhe zvoglojnë sipërfaqet pyjore. Kur i përmendët ndërtimet infrastrukturore, natyrisht është pasaj çështja që ka të bëjë edhe me bashkëpunimin. Sa e rëndësishme është bashkëpunimi ndërmjet institucioneve qeveritare, në anën tjetër shoqërisë civile dhe aktorëve tjerë për mbrojtjen dhe avancimin e menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve. Po besoj që duhet një bashkëpunim, një koordinim i jashtëzakonshëm këto. Natyrisht që bashkëpunimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse në raste të tilla do të thotë mundsohet shkëmbimi i njohurive, bashkëpunimi ndikon edhe në përmirësimin e gjendjes në terren, nëse involvohen në një aktivitet shumë institucione, do të thotë në nivelit qendror, lokal dhe shoqëria civile, organizatat qeveritare, institucionet ulëmtuese, kështu me radhë, do të thotë ato mund të ndikojnë jashtëzakonisht mirë në përmirësimin e gjendjes së pyjeve dhe të biodiversitetit në përgjithësi. Po, dhe në kuadër të kësaj FAO përmes programit ka prezantuar sisteme digjitale të dhënave për pyjet.
sipas mendimit tuaj, si mund të arrisin këto mjete edhe transparencën, edhe monitorimin dhe qeverisin natyrshëm? Duke ditur se FAO është një organizatë e cila ka përkrahur shumë aktivitete në vendin tonë dhe e cila udhëheqet nga një menaxhment shumë profesional dhe ka një staf profesional brenda organizatës, ka ndikuar dhe ka përkrahur shumë vendin tonë dhe institucionet tona dhe sistemi digital i të dhënave të prezantuara nga FAO lehtësojnë koordinimin institucional dhe rrisin transparencën duke bërë të mundur të qasjen e publikut dhe institucioneve në këto të dhënat e cilat veç janë të verifikuara paraprakisht. Ato mund të përmirësojnë monitorimin e pyjeve përmes ofrimit të analizave në kohë reale mbi ndryshimet për shembull në mbulesën e pyjeve dhe krejt kjo bëhet përmes përdorimit të imazheve satelitore dhe gisit apo sistemit të informimit gjeografik dhe këto mjete gjithashtu të lansuara nga FAO do të rrisin llogaridhënien dhe forcojnë qeverisjen duke i bërë politika të bazuara në argumente. Do të thotë që mundsojnë bashkëpunimin më të mirë nderinstitucional dhe pjesëmarrjen e komunitetit. Mbështesin natyrisht edhe praktikat dhe strategjitë e qëndrueshme, duke ofruar mekanizma për ndjekjen e progresit dhe raportimit. Kosova ka qëllim integrimin në strukturat e Bashkimit Evropian. Tash kur e marrim edhe legjislacionin që ka të bëjë me pyjet, ose qysh përshtatet legjislacioni pyjor i Kosovës me direktivat mjedisore të Bashkimit Evropian dhe çfarë hapash po ndërmerren për harmonizimin e ligjeve nacionale me standardet e BE-s. Po besoj që duhet të ketë një përputhshmëri. Natyrisht që si shteti para antarësimit ne duhet të mendojmë se i tërë legjislacioni ynë duhet të harmonizohet me legjislacionin e Bashkimit Evropian apo akui komunitare të Bashkimit Evropian. Legjislacioni për pyjet në vendin ton duhet gjithashtu të konceptohet për të përafruar me direktivat e mjedisit të Bashkimit Evropian. Duke u mbështetur në parimet e menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve, mbrojtjen e biodiversitetit dhe forcimit të kontrollit ndaj aktiviteteve ilegale. Procesi i harmonizimit duhet të zhvillohet përmes rishikimit të ligjeve ekzistuese dhe hartimit të akteve nënligjore në përputhje do të thotë me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe natyrisht forcimin e mekanizmit nderinstitucional të mbikëqyrjes. Duhet të rritet kapacitetet, duhet të trajnohet stafi, të rritet transparenca në menaxhimin e resurseve pyjore dhe krijimin e sistemeve më efikase për monitorimin e pyjeve me qëllim të arritjes së standardeve evropiane që aplikohen dhe të aplikohen jo vetëm në aspektin normativ, por të jetësohen edhe në praktikë. Dhe këto po e bën AMMK-ja, domethënë në ndërvite, në proces. Natyrisht që po, dhe për këtë kemi bashkëpunim të mirë edhe me ministrinë respektive dhe po mundohemi do të thotë që të plotësojmë edhe këtë kriter që neve në e kemi. Po, si mund ta mbështesin partnerët ndërkombëtar si Bashkimi Evropian zbatimin e legjislacionit pyjor dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve në Kosovë? Natyrisht që bashkëpunimi me të gjitha institucionet jo vetëm vendore po dhe ndërkombëtare është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Në rastin konkret siç ju po e përmendni, do të thotë bashkëpunimi në rastin konkret me Bashkimin Evropian ofron asistencë teknike dhe ekspertizë profesionale për harmonizimin e legjislacionit vendor me legjislacionin e Bashkimit Evropian, duke ofruar përmirësimin e mekanizmave të monitorimit, raportimit dhe zbatimit të ligjit. BE-ja dhe partnerët mund të mbështesin forcimin institucional të agjencisë pyjore përmes trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve, si dhe investimin e pajisje teknologjike moderne për monitorimin e pyjeve, si sistemet e gisit pra po e përmendi, pastaj dronët, platformat digjitale të kontrollit e kështu me radhë. Një mbështetje e rëndësishme është edhe përmes projekteve zhvillimore dhe fondeve të cilat
mund të ndikojnë në rehabilitimin e zonave të mbrojtura, pyllëzimin e qëndrueshëm dhe promovimin e praktikave të menaxhimit afatgjat që reduktojnë shfrytëzimin e palehtëshëm dhe nxisin ruajtjen e biodiversitetit. Partnerët ndërkombëtar mund të ndihmojnë në bashkëpunimin gjithashtu rajonal dhe shkëmbimin e përvojave dhe do të ishte mirë që nëpërmes tyre do të thotë apo prej tyre të krijohet, të kërkohet, një mbështetje për realizimin e projekteve ndërkufitare për shembull, që është jashtëzakonisht e rëndësishëm. Absolutisht po, dhe kur jemi te kjo, pastaj edhe aktivitetet e ngritjes së vetdijes, si kampet pyjore ose programet edukative për ruajtjen e biodiversitetit dhe përdorimin e qëndrueshëm të pyjeve, janë të rëndësishme dhe si e mbështesin këto aktivitete dhe si mund të bëhet kjo më mirë në të ardhmen? Aktivitetet e tilla që ju po përmendni, mendoj se luajnë një rol shumë të rëndësishëm në promovimin e ruajtjes së pyjeve në radhë të parë, duke ofruar pjesëmarrësve njohuri të drejtpërdrejta mbi funksionet ekologjike të pyjeve, rëndësinë që kanë për ruajtjen e florës dhe faunës, si dhe për ekuilibrin ekologjik. Përmes ekspertizave në terren, individët kuptojnë më mirë vlerat natyrore që duhet të mbrohen, në rasti konkret pyjet dhe biodiversiteti. Praktikat edukative promovojnë përgjegjësi mjedisore duke i angazhuar pjesëmarrësit në ligjërata, punëtori, aktivitete ndërvepruese e kështu me radhë. Nëpërmjet tyre ata fitojnë njohuri mbi menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, pastaj përfshirë të parandalimin e degradimit, si dhe mbrojtjen e përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Kampet pyjore krijojnë një lidhje të fortë emocionale mes individit dhe natyrës, duke rritur gatishmërinë për veprim konkret në mbrojtjen e pyjeve. Kjo lidhje shpesh shndrohet në angazhim vullnetar nga komuniteti përmes pjesëmarrjes aktive në nisma mjedisore lokale. Përmes përvojave të drejtpërdrejta në natyrë, pjesëmarrësit zhvillojnë aftësi, njohuri dhe përgjegjësi mjedisore, të cilat ndikojnë pozitivisht, do të thotë, në sjelljet e tyre dhe nxisin një kulturë më të gjerë kujdesi ndaj ekosistemeve pyjore. Dhe natyrshëm, ju keni edhe shembuj që mundeni më na përmend ku komunitetet lokale janë përfshirë në përdorimin e qëndrueshëm të resurseve në zona të mbrojtura. Çfarë lloj shembujsh keni për neve dhe për publikun që mundeni me nda? Duke qenë se institucioni që përfaqësoj ka bashkëpunim të mirë me institucionet vendore dhe ndërkombëtare njëkohësisht, rasti konkret është do të thotë shembuj të cilët ka pas ripyllëzimin në komunën e Dragashit, që është mbështetur nga FAO dhe ka ndikuar jashtëzakonisht pozitivisht në gjendjen e përgjithshme të ekosistemeve pyjore, dhe një rast tjetër ishte fal bashkëpunimit ndërinstitucional edhe parandalimi i zjarrit i cili ka ndodhur në rajonin e Prevallës në pyjet të cilat kanë pësuar një degradim jashtëzakonisht pas djegjes. Por fal angazhimit institucional në nivelin qendror, lokal dhe vullnetarëve të cilët janë angazhuar drejt për drejt në këtë aktivitet dhe bashkëpunimit me KFOR-in dhe përkrahjes nga tij, është arritur të po edhe bashkëpunimit që përmendët ju me aktorë të tjerë, pra vjen se rezultati i kësaj, po besoj. Natyrisht. Tek pjesa e fundit që ka të bëjë me mesazhin nga ana juaj rreth rëndësisë së pyjeve për mjedisin dhe biodiversitetin në Kosovë, ka diçka specifike, një temë jashtëzakonisht e interesante të cilën ne e diskutuam te bashkëpunimi, te roli institucional, te përfshirja e aktorëve të ndryshëm, përfshirja e donatorëve të ndryshëm në kuadër edhe të këtij podcast projekti që jemi duke diskutuar, janë të rëndësishme. Mesazhi te kjo temë që ka të bëjë? Siç e përmendëm, mjedisi natyror, biodiversiteti dhe pyjet janë pasuri e jashtëzakonshme e vendit tonë dhe luajnë një rol të rëndësishëm në kuptimin e përgjithshëm të mjedisit, aspektit ekologjik, shëndetit publik, mirëqenies dhe zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm, dhe ruajtja e tyre është përgjegjësi e përbashkët e të gjithë neve. Në dekadat e fundit vendi ynë si dhe komuniteti global po përballen me sfida mjedisore, përfshirë ndotjen e ajrit, ujit, shpyllëzimin, pastaj humbjen e biodiversitetit dhe ndryshimet klimatike.
Këto fenomene kanë ndikime të drejtë për drejta në cilësinë e jetës së qytetarëve dhe funksionimin e ekosistemeve. Për këtë arsye, është thelbësore që secili qytetar të ketë njohuri, vetdije dhe angazhim aktiv në ruajtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e biodiverzitetit dhe pyjeve. Me qëllim të arritjes së objektivave për mbrojtjen e natyrës dhe ruajtjen e ekosistemeve pyjore, duhet të vazhdojmë angazhimet tona të përbashkëta ndërinstitucionale në harmonizimin në radhë të parë të legjislacionit kombëtar për natyrën, pyjet dhe biodiversitetin me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe të punojmë shumë në lehtësimin e zbatimit të tij. Do të thotë përgjegjësia jonë mbetet që së pari ta ngrisim vetdijen, ta kuptojmë rëndësinë e resurseve pyjore që kemi në vend, të kuptojmë se pylli është e rëndësishëm, do të thotë, siç e përmendëm edhe më herët, për stabilitetin ekologjik, është habitat për shumë lloje të florës dhe faunës, por është i rëndësishëm edhe për shëndetin publik. Prandaj, pyjet duhet t'i ruajmë bashkarisht. Pra, këti mesazhi pyjet duhet t'i ruajmë bashkarisht, nuk ka më mirë se me përfundu me këtë mesazh edhe për publikun në kuadër të kësaj serie të podcasteve ku kemi folë për rezultatet e programit mbështetje për fuqizimin e menaxhimit të qëndrueshëm dhe shumë qëllimor të pyjeve për të përmirësuar jetesën në vendet rurale dhe për të adresuar ndryshimin klimatik në Kosovë të zbatuar nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi FAO me financim nga Bashkimi Evropian dhe Suedia. Zonja Nexhmije Kamberi, faleminderit shumë për këtë diskutim dhe për këto shpjegime për një temë kaq të rëndësishme, pyet biodiverziteti dhe roli i agjencisë AMMK, agjencisë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Ishte kjo e tëra sa i përket podcast të sotshëm për një temë kaq të rëndësishme.